Thot cilët janë simptomet e para që një njeri thot ka gjin? Simptomi i parë të personi i cili ka mundësi me pas gjin është kur përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala ose kur të përmendet do një ajet ndin do një lëvizje nëpër trup ose i paraqiten dhimbje mas pari ose i paraqiten dhimbje në kokë i dhem kria ose dhimbjet në lukth ose prej simptomeve të parë është edhe ëndrat shumëta ëndra sikur film ka në ëndra kur zgjohet në sabatet kesh atje kesh këtu e pash këtë e pash atë këto një prej simptomeve domethënë simptomi i cili tregon se diçka ose sheh për shembull një gjarpën ose shet qen ose gjendet në një vend pa njohur ose bie në një vend shumë të lartë ose gjendet në vareza kështu domethënë gjithë këto simptome që tregojnë se ky personi e ka ndikimin prej gjinëve nëse i ka këto simptome e ta dije se gjini është prezent të ky personi këto janë domethënë disa prej simptomeve të cilat mund më zbulu vetë personi a e ka gjinin me vete as e ka gjinin zakonisht edhe një tjetër është prej simptomeve i pengon dilli shumë i pengon dilli personat që kanë gjinin me veti ai thot smujthet prej syve thot i merr ato syzet i vnon dillit thot i pengon dilli shumë se i ka rrezet e forta kjo nuk është e vërtetë se prej shumeve rasteve që i kanë pasin njerëz që kanë anku piktinëve punëve thot i pengon dilli se shumë është dilli fort se gjinit zakonisht i pengon drita shumë dhe prej praktikës, prej provojës, për tregoj se në shumë e rasteve kur i lexoj rukje e shlen një reflektor para syve besoni se sa i pengon subhanallahu shumë i pengon sikur në filma horror çashtu i pengon drita këtinve se ata sikur që ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur bëhet akshami mbledhni fëmit mos i lani me dal jashtë shirni dyrë përmendni Allahun subhanahu wa taala për mblani ante kështu me radhë domethënë këto janë udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë saat shpëndohen shejtanët është koha kur shpëndohen shejtanët xhinët dhe në këtë moment ti nëse gjendesh për shembull në xhami ose gjendesh në shtëpi ose përmend Allahun subhanahu wa taala je i sigurt nuk zgjedhni ndonjë ograk ndonjë ndikim të shejtanit e xhinëve mirë po nëse nuk e bën këtë gjendesh në vende ku janë ata ku është prezenca e tyre më e madh atëherë dije se do të kesh ngacmite për atinve dhe do të bëjmë probleme me siguri e kjo është domethënë ajo që dashur të tregon